Antagoniste je. Tha, është ai që vesh kostum negativ. Kostumografi. Pra, po të kesh vesh bluz të bardh, je protagonist. Po të kesh vesh bluz të zez, je antagonist. Kostum negativ. Në rregull, dakor. Me tipare negative, sigurisht. Dhe me tipare negative. Edhe me tipare, ky është antagonisti. Antagonisti është me tipare negative. Pra, aktorët e bukur që luajnë antagonistët, duhet kemë tipare negative. U thyen mundën, para se të futen në xhirim, u zgaravisin suratin, edhe dalin në xhirim. Me tipare negative. Ajo të Ky është Ka antagonist. kupton, zjerë nga goja perla, mo perla. Gjina që gjina, ja dham, Daniela mori mis perla për bukurin dhe hieshin. Studentët e gazetarisë duhet jenë krenar që Gerta ka mbaruar gazetari. Zjerë nga goja. Të gjithë studentët Ka e një revistë që Madame Figaro. gazetarisë. Për ty do dalë një edicion i veçantë, Madame Perla, për ato nxjerr nga goja. Do bëhe kështu të gjitha, seri. Do kisha shumë qef kisha në përballje për këtë post me dikë që e meriton të t'ishte. Edhe të paktën t'isha me dikë që di të flas, di të argumentoj, do kisha më tepër dëshirë t'isha ashtu, se sa me këtë që s'ka thënë. Në me thonë, unë se kam fare, se që fare garë këtë. Kjo s'është garë për mu. Qoftë se gara ime ka ngell të Gerta Gexhari, le të mbetet aty, le të ngeci aty, qoftë se Gerta preferohet jashtë më shumë se çka më unë, ose çka më thënë unë të shtëpi, ose që më thënë, atëherë është e kotë. Çdo gjë është e kotë. Për mua është e kotë çdo gjë. Qoftë se unë mbas përballje me Gerta Gexharin, është e kotë çdo gjë. Është e kotë çdo gjë. Jo, është e kotë. Është e kotë, se unë Gertën se konsideroj fare një muaj e gjys loj këtë fare, s'ka qenë fare këtë. Prandaj jam e qetë, në të dyja raste sido që të ndodhi, nëse publiku zgjedh Gertën, unë s'kam asnjë betejë për të luftuar këtu në shtëpi. Se mendoj që Gerta nga finalistët mund të jetë finalistja më e dobët. Nëse thuaj këtë paraprakisht, ky është vetëm... Jo, unë nuk e them paraprakisht, e them ashtu si e ndjej unë, si lojtare. Dhe mos haro një gjë, që dhe në teatr, ti ke ndjeshmëri dhe e di se kur e ndidhen aktorët, kush janë aktorët e fortë, kush janë aktorët e karaktereve, kush janë aktorët jo aq që kanë aq shumë potencial. Edhe ti e kupton. Prandaj zgjedhim